vendos balanca. Kryon tronditje për partinë në pushtet. E ka treguar që godet edhe majtës edhe djatës, sepse realisht edhe tënë drejtën para ati që është lartë zotit, të dyja janë fajtore në keq menaxhimin e resurseve të çdo lloj forme resursit në Shqipëri. Pra do godacesh edhe këtë edhe andej, sepse pushteti është aq eksitus sa shumica abuzojnë. Problemi është këtu që ti nuk po bën efektin pasqyrë, po ta shikosh fushatën e Clintonit të parën, ka qenë kundër republikanëve, republikanët ishin shumë pikë para sepse ishte çështja e dënimit me vdekje. Edhe shoqja gjetje bëri Bill Clinton. Efektin pasqyrë. Tha, po, për dënimin me vdekje, por. Pra këta nuk e kanë kapur një pikë të fortë të Ramës që Rama, më thënë godet me atë, ta premtojnë të këta, por t'i vendosin kushtet e tyre. Pra të relativizosh atë bombën që hedh Rama. Ky është PR-i keq. Ky është PR-i, pra, nuk duhet marrin njerëz në telefon, hajde sa me mbursalla. Duhet me marrë njerëz që kanë mendim. Ajo aty duhet ishte bërë koshere bletësh sot. Aty ne duhet të kishim diskutuar, siç po e bëjmë këtu me zotin Lubonja, duhet ishte bërë aty, jo fjalime. Qartë. Nga 8 minuta. Por, shpend, kur opozita thot që nuk ka zgjedhje me Edi Ramën, ka të drejtë? Ka të drejtë, opozita shumë bukur teorikisht nuk ka zgjedhje, ka votime. Por opozita nuk ka të drejtë ankohet, sepse kodin elektoral, formulën për kodin elektoral dhe draftën e fundit ja dorëzoi vetë. Na e tha, mere, tashi, atë besoj do të kur ti më thua shikoj se kjo është e keqe, por shikoj duke e bërë atë të keqen? Nuk më thua do të pra, nuk ka zgjedhje. Po dhe edhe Edi Rama ka thënë tërë jetën që me Sali Berishën nuk ka zgjedhje. Po edhe për Fatos Nano Berisha ka thënë nuk ka zgjedhje. Pikërisht e njëjta pyetje. Unë nuk jam dakord me tezën se i mshojnë shumë këta të ri përgjithsisht, është kodi, thënë. Kodi elektoral, se si kur të ketë kod elektoral më të favorshëm, nuk fiton Edi Rama. Unë nuk jam dakord me këtë tezë. Teza që s'ka zgjedhje lira me Edi Ramën, për mua është një tezë që qëndron, sepse Rama ka ndërtuar një sistem të tërë ku nuk mundesh ti të kesh më kontrollin e zgjedhjeve. A i ka kapur që nga komisioni zgjedhor i zgjedhjeve, e deri tek presidenti, e deri tek, ku di unë, me patronazhistët, ka kapur ekonominë, gjithë biznesmenët që pra pse fiton Partia Socialiste? Për shkak të kujt? Nuk fiton për shkak të kodit? Sepse ka ndërtuar një sistem të tillë që nuk mund të ketë zgjedhje të lira, dhe s'mund të ketë zgjedhje të lira. Dhe drejtësia, se tash këtu ishte pyetja çfarë do bëj drejtësia. Dhe drejtësia... Jo, drejtësia mund t'i hapi syt njerëzve dhe të ndodhi... Drejtësia ja do t'a provoj ky vit. Me krimet që ka bërë Edi Rama, mund kishte pas rotacion në Shqipëri, po të kishte pas drejtësi, sepse nuk ka njeri që se di që në kryet Ballukut e tjerve është Edi Rama, në kryet gjithë atyre që janë akuzuar, është kryetari i kësaj bande kriminale. Dhe po të kishte drejtësi të vërtet, do t'ishin kapur këta, mund kapeshin dhe Saliu për gjërat e vetë, e tjera, po këta janë kryesorët dhe do kishte rënë, gjithsesi dikush do kishte ardhur në pushtet, qoftë edhe nga brenda së Partisë Socialiste, njerëz të tjerë, po banda që ka ndërtuar ky, jo. Kështu tani çështja është këtu, në këto kushte. Këtu se harruam sforim fare ne, po shqiptarët normalisht ku e kanë shpresën, dhe unë nuk jam i sigurt që kjo është shpresa. Shpresa është që kjo drejtësia ka ca Amerikan nga mbrapa që e din shumë mirë që Shqipëria është bërë narkotrafik, që tani duan të ndalojnë dhe do ta marrin Ramën si Madurën ose do t'i bëjnë një gjë Ramës që ta heqin. Pse shqiptarët, ndërsa me zgjedhje opozita pra duke qenë e vetëdijshme për këtë, unë nuk jam dhe kundër asaj që se thash pendi grevurie, po çfarë grevurie, edhe ikja nga parlamenti në një farë mënyre mund të ishte një formë për të bërë presion. Por kur ti ke një popull që ndjen nga mrapa ose ke një forcë ku di unë deri në fund që i shkon deri në fund një gjë. Në këto kushte unë e kuptoj. Realisht mund të them që shpresa është vërtet. Si shkatrohet ky sistem? Si shkatrohet ky sistem? Ky sistem shkatrohet në radhë parë me vetëdijsim. Lubonja përmendi ndërkombëtarët
Duke i lidhur pak edhe me ato çka u tha në emisionin tënd, në emisionin në Lubonja, me sa kuptova, Rama, Shtetet Bashkuara, 20 janari. Përmendja atë dëshirën e shqiptarëve që të kenë disa amerikan pas drejtësisë, nuk tha që amerikanët ose ndërkombëtarët do vinë na zgjedhin. Edhe unë kështu mendoj, ka një teori që Spaku ka marrë kurajo nga ca amerikanë. Pjesërisht mund të jetë e vërtet, po deri ku këtu jemi të varur nga a ka ndonjë projekt amerikan apo jo. S'kemi të bëjmë me opozitën tonë. Jo, këtu jemi duke thënë domethënë inshallah i ka shkar këmba Ramës me amerikanët që ta heqin amerikanët. Jo, Ramës i ka shkar këmba me shqiptarët me amerikanë, por ka amerikanë që se ai me goni ka mund të hapej si çështje për shembull. Por çështja është merren amerikanët apo jo, por kanë interesa të tjera, se edhe Trumpi që shkoi në Venezuela nuk shkoi për narkotrafikun. Po, është justifikimi, po. Shkoi për naftën. Edhe kështu, a kemi ne në një interes që s'ja japim dot edhe duhet ndruar regjimi, duhet ndruar autokrati që t'i japim që ta marrim? Po, se jemi në fund për ta mbyllur dhe dua pak tek pjesa e qeverisë teknike apo qeverisë tranzicionit dhe cekon pak më parë. Berisha kërkon këtë, arrihet apo jo në këtë kushte? Jo, sepse me qenë se po flisnim për PR-in e munguar të Partisë Demokratike, një qeveri tranzitore apo një qeveri teknike midis dy partive të mëdha e zhyt ose merr me vete në imazhin e ndyrë që ka krijuar Rama gjatë këtyre 12 viteve, sigur Berisha dhe Partia Demokratike është e gjitha në, si thuaç, në deal apo në biznes me Ramën dhe janë të hedhur për të ndarë çik pushtet. Ne nuk e kemi luksin as për të kërkuar qeveri teknike, neve kemi luksin të ajo greva që unë të thash radikale, duke nxjerr frymën dhe duke dalë me familjarët e tu. Ti si politikan që prezumohesh t'jesh përfaqësuesi i 10.000 vetave. Një person t'jesh përfaqësuesi i 10.000 vetave. Duke parë shpendin që e heq kostumin 6.000 euro dhe më vjen dhe më flet për Edi Ramën, për hajdutërinë e Edi Ramës dhe kleptomaninë e Edi Ramës me 35.000 euro orë në dorë, duhet t'jesh aty pra, sepse është perceptimi qytetarit duhet shikoj si vetja. Sepse qytetarët shqiptarë në mas janë nën mesatare për pasuri. Kurse si rrëzohet ky lloj sistemi, se më bërë pyetën për sistemin. Si shkatërrohet sistemi, ma e pyetjen koncise. Me vetëdijsim edhe me dashuri për dijen. Sa është kjo e fundit? Unë kam të madhe shumë dashurim për dijen. E shoh që është në rënje të lirë. E qartë. Sepse nuk lexohet më. Zoti Lubonja, kemi dëgjuar shpesh dhe lakuar dhe në këtë studio, janë bashk, Berisha Rama janë bashk, PS, PD janë bashk. Në fakt, sa mendoni realisht janë bashk? Apo për interesat e njëri tjetrit? Apo po mbajnë njëri tjetrin, njëri në kryet opozitës, tjetrin kryet pushtetit? Me këtë do ta mbyll. Mendimi im ka qenë ky, që Shqipëria ka pasur një sistem më herët, që ishte sistem që e kam quajtur pluralizëm oligarkik, jo demokratik, ku të dy partit ishin parti oligarkësh. Okej. Dhe sundonte një pakic nëpërmjet këtyre dy partive që këto parti duke qenë bënin dhe rotacion. Pa. Rama i ka bërë një mutacion këtij sistemi, duke kapur të gjithë oligarkët, duke rreshtuar, siç ka bërë